Partia e Re Demokratike NDS Emilia Rexhepit para anëtarëve dhe simpatizantëve të vet e hapi zyrtarisht fushatën elektorale të saj në një sallë të mbushur plot në Prizren, duke prezantuar programin për 4 vitet e ardhshme të cilat i ka ky subjekt politik. Programi fokusohet në forcimin e institucioneve, zhvillimin ekonomik dhe qëndrimin dinjitoz të shoqërisë në të gjithë Kosovën. Lista zgjedhore e NDS-s bashkon njerëz me dije, përvojë dhe ndershmëri nga të gjithë anët e vendit, nga Prizreni deri në Mitrovic. Kjo nuk është vetëm një fillim premtimash, por vazhdimsi e një politike të dëshmuar që ka sjellur rezultate konkrete. Me një ekip të provuar, një vizion të qartë dhe besimin e qytetarëve, NDS synon një fitore të re të përbashkët. Përfaqësuesit e partisë falenderuan të gjithë mbështetësin për përkrahjen e dhënë. Jeni të guximshëm dhe të përgjegjshëm, ka thënë në fund Emilia Rexhepi në prezantimin e kandidatëve, derisa dhe kandidatët me këtë rast kanë shpalosur pjesë programore. Nastavljamo sa socijalnom politikom i podrškom svim našim građanima i u ovom mandatu. Nastavljamo sa povećanjem plata, povećanjem penzija, dečjih dodataka,